Ka nisur me raportin famkeq të Dik Martit që mos gjet kur prehje aty ku është. Ata 4 burra nuk u armatosën për të ndërtuar një politik shfarosje, por armatosën kundër një politike shfarosje. Ata nuk u armatosën për të imponuar sundimin e tyre në një territor të huaj, por armatosën për të hequr qafe sundimin e të huajve në tokën e tyre. Dhe faktikisht, ata vetë me dorën e tyre e votuan në Parlamentin e Kosovës një gjykat e cila në letër është një gjykat e Kosovës. Nuk është një gjykat për të vendosur në bangën e të akuzuarve Kosovën. Dhe faktikisht, sot jemi në kushtet kur ka marrë formë thuajse përfundimtare, pasi fjalën e fundit e ka sigurisht gjykata, një plan shumë afatgjatë, jetësimi i cilit ka nisur me raportin famkeq të Dik Martit që mos gjet kur prehje aty ku është, për trafikim të organeve nga udhëheqja e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ai plan është shtyrë përpara nga përfaqësuesit e Vladimir Putinit në Këshillin e Evropës. Dhe motutje është ngritur mbi një rezolut të Këshillit të Evropës, të cilën sot e gjithë ditën për turpin e vetë Këshillit të Evropës nuk gjen kurajon ta rishikojë, pasi asnjë lloj trafiku organesh nuk është provuar në asnjë formë. Dhe pastaj i plan ka vazhduar më tej me një gjykat i proces që ka marrë jetë në ditën kur presidenti i Republikës Kosovës ishte nisur për Washington. Dhe është kthyer nga rruga e një takimi ku do të hidhej një hap tjetër për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nën kujdesin e presidentit të kohës dhe të sotëm, njëkohësisht Shtetet Bashkuara, presidentin Trump, pasi qartësisht forcat tjera nuk e dëshironin që të ndodhte ajo gjë,